Në Poçem të Mallakastrës ka nisur aktiviteti patriotik dhe kulturor Beslidhjet e Poçemit, kushtuar historisë, traditës, identitetit dhe kulturës së Mallakastrës. Programi përfshiu panairin e produkteve lokale dhe gatimeve tradicionale, të cilat u vizituan nga deputetët e Partisë Socialiste Blendi Klosi, Klevis Jahaj, njëkohësisht edhe nga kryetari i Bashkisë Mallakastër Qerim Ismaili dhe pjesëmarrës të tjerë në këtë veprimtari festive. Gjithashtu pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe ekspozita e forcave të armatosura, grupet folklorike e të tjerë. Beslidhja e Poçemit ka zënë vend në kujtesën e historisë, si shprehja më e thellë e më e madhe e dashurisë së njeriut për trullin e të parëve dhe për jetën e lindur e rritur në ato troje, si përpjekje e lishme mbar shoqërore për të mbrojtur trojet dhe jetën e njerëzve nga poshtuesit barbar, që u kanë privuar lirinë dhe të drejtën për të jetuar të lirë dhe me dinjitet në trojet e tyre, është shprehur kryetari i Bashkisë Mallakastër Qerim Ismailaj. Beslidhjet e Mallakastrës, që është 50 ditë Mallakastrës, Beslidhjet e Poçemit, Beslidhja 1847-ës, 1820-ës dhe 1943-ës, 1920-ës, të Beslidhjet e Mallakastrës, njëre para Beslidhja kundër reformave të Azimatit, ai një histori si betejat në krye e Rapo e Kalin, 1920-ës në ka miti me gjithë Mallakastrës morën pjesë në luftën për çlimin e Florës në përshkruajtjen e fashistë. Dhe Beslidhja e tretë është 1943, ku në drejtimin e Mehmet Çeut dhe Nurettin Aliut, gjithë Mallakastrës u bashkuan në luftë kundër pushteve fashiste dhe më vonë kundër pushteve naziste. Natyrisht kjo Beslidhje është një festë dhe i krenaria e Mallakastrës, janë këto tre Beslidhje është gjaku i dëshmorëve dhe lufta e bërë nga Mallakastriotët, që krajinë e Mallakastrës është krajinë martire. Dhe Mallakastriotët çdo vit organizojnë festën e Poçemit, në tashmë së bashku me deputetët e Mallakastrës, shoqatë e Mallakastra dhe të gjithë të Mallakastrës dhe të tjerë, po themi të ditën e vjetër të festës, një ditë përpara festës zyrtare, ceremonia zyrtare, e cila do të jetë nesër, të dielën më të afërt në data 14, që është data e Beslidhjes, dhe duke kryer këtë traditë natyrisht të kujtojmë dhe historinë e Mallakastriotëve, por njëkohësisht shpehet kjo festë dhe të jetë edhe një mundësi promovimi e vlerave historike dhe kulturore të Mallakastrës. Beslidhja e Poçemit u bë e mbeti zëri i shpirtit mallakastriot, që 3 herë brenda një shekulli mblodhi në kuvent burrat e asaj krahine në luftë kundër poshtuesit, për të flakur robërinë dhe për të siguruar jetën e lirë në trojet e tyre, tha deputeti i Partisë Socialiste Blendi Klosi. Drejt për drejt Bashkinë e Mallakastrës edhe deputetin, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, që kjo festë e këtij viti të jetë më e madhe se çdo herë tjetër. Shpresoj shumë që ajo që ka ndodhur në Mallakastrë, kjo është mbase unikale në Shqipëri, ka dhe vende tjera padyshim, ku çdo vit festa është festuar, si mbas kushteve, në fakt se ka qenë momente që kanë qenë të shumë më të mira, më të vështira, por Mallakastriotët gjithmonë janë mbledhur me njëri tjetrin, kanë festuar në Poçem 3 Beslidhjet, edhe kjo është një shenjë shumë e mirë që gjithmonë më shumë i shërben asaj që pyetët traditë. Tani jemi në momentin që realisht e gjithë zona ka arritur që të ketë shumë tepër infrastrukturë dhe shumë kollaj turistët të vizitojnë bukuritë e Bylysit edhe zonave historike, dhe pse jo dhe të kemi mundësi që në shumë Poçem bukuritë e natyrës të kenë një atrakcion jo vetëm për banorët e zonës, edhe për zonave përreth, po të jenë dhe për turistët e huaj. Besoj fort që në këtë festë edhe Partia Socialiste gjen veten e saj. Gjithmonë kemi qenë prezent në festën e Beslidhjeve të Poçemit, pasi realisht është një popull që na voton gjithmonë, është një popull që ka dëshmuar me histori të shtustarak, një popull i cili ka mbështetur fort vlerat e së majtës. Prandaj ne jemi këtu edhe urojmë të gjithë mallakastriotët festën e tyre të 14 korrit. Beslidhja e Poçemit ka dëshmuar qëndresën deri në vetë mohim të mallakastriotëve në luftën ndaj çdo poshtuesi që e ka okupuar dhe i ka cënuar të drejtën për të punuar e jetuar në vatrën familjare, ka pohuar deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, Klevis Jahaj. Falenderoja shumë për këtë mundësi të promovimit të kësaj feste. Për vite kjo është festuar vetëm brenda krajinës tonë të Mallakastrës dhe të gjithë atyre që kanë marrë pjesë, por ne duam që nëpërmjet këtij aktiviteti që u rikthyet në Poçem është që të reklamojmë krajinën tonë, jo vetëm nëpërmjet vendeve të bukura që janë dhe mundësive të reja që kanë për të vizituar nëpërmjet agroturizme që janë hapur dhe zonave arkeologjike, por gjithashtu edhe nëpërmjet historisë. Dhe ky është një ditë shumë e shënuar për vendin tonë, janë 3 Beslidhje dhe jo vetëm për Mallakastrën, por për të gjithë Shqipërinë.
dhe rikthimi këtu patjetër që na jep mundësinë që të jo vetëm të festojmë me njëri tjetrin, por edhe të ftojmë dhe qytetarë të tjerë për të festuar në Mallakastër. Kemi pasur mbështetjen e Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë së Infrastrukturës, duke na sjellë disa stenda për të pasur mundësi për të promovuar punën e mirë, jo vetëm atë aktivitete që ata kryejnë, por gjithashtu edhe për të ftuar të rinj që të bëjnë pjesë të forcave të armatosura dhe gjithashtu edhe aktivitete që lidhen me fëmijët, po edhe koncerti që është në fund të mbrëmjes për ta mbyllur këtë ditë sa më bukur. Beslidhja e Poçemit zuri vend në kujtesën e popullit të Krahinës së Mallakastrës si ngjarje betimi e angazhimi për vendime të mëdha të Mallakastrës. Oh,